siç e dini në mbledhjen e fundit të KQZ-s, që është mbajtur në tetor, zyra ka tërheq rekomandimet për akreditim për 7 organizatave qeveritare vendore. Fjala është për qendrën rinore shtime, për CSIG, NVO PBG, Shoqata Qytetare Ristart, Udruženje Žena Povratnica Naš dom, Fuqia e Zërit dhe Qendra Kulturore Orfeo. Pas kësaj mbledhje, zyra për këto organizatave qeveritare ka kërkuar nga departamenti OJQ pranë Ministrisë Punëve të Brendshme dokumentacionet relevante në lidhje me fushëveprimtarinë e këtyre organizatave dhe dokumente të tjera mbështetëse. Nga pas pranimit të këtyre materialeve me datën 3 tetor vite premte, zyra i ka analizuar gjitha dokumentacionet dhe në fund vlerëson se dhe i rekomandon KQZ-s që këto organizata t'ju refuzohet akreditime për zgjedhjet për lokalet të vitit 2025. Për këto arsye. Për Qendrën Kulturore Orfeo, statuti i kësaj organizate është e datës 6/5/2020. Në statutin e njëjtës date të neni 3 qëllimi kjo organizatë ka fushëveprimtari tjetër, ndërsa statutin që e ka dërguar në KQZ të neni 3, kjo organizatë ka cikë që mbron domethënë mirët me lirinë dhe drejtat e njerëzit. Na këto dyshojmë që kjo domethënë është falsifikimi, domethënë është ndrrimi faqes së statutit, sepse janë 2 statute, cilat në njëjtës datë, po në statutin që e ka dorëzuar në departament, do të thotë nuk kjo organizatë në fushëveprimin e saj nuk mirret me drejtat e njerëzit dhe me proceset zgjedhore. Po ashtu është rasti i njëjtë për organizatën tjetër CSIG, e cila në statutin e datës 8 qershor 2015, kjo organizatë fushëveprim kryesore ka përfaqësimin, lobimin, antikorrupsionin dhe çështjet e trafikut, ndërsa në statutin që e ka dërguar në KQZ, me rastin e aplikimit e ka shënuar shtesë vëzhgimi proceseve zgjedhore. Rasti i njëjtë është edhe me organizatën NVO PBG, edhe kjo po ashtu në statutin e datës 18 shtator 2012 në departamentin e OJQ-s e ka drejtat e njerëzit, po në të njëjtin statut e ka përfshirë që mirret edhe me vlerësimin e proceseve zgjedhore lokale dhe parlamentare, që ka bën dyshuese do të thotë fushëveprimtarinë e kësaj organizate. Për organizatën Udruženje Žena Povratnica Naš dom, sipas statutit kjo organizatë është themeluar me qëllim të sigurojë pavarësinë ekonomike për gratë, për parimin e barazisë gjinore në një shoqëri me mundësi të barabarta. Dhe nga analiza e listës së vëzhguesve të kësaj organizate, që gjithsej ka aplikuar me 52 vëzhgues, konstatojmë që kjo organizatë do të thotë me qëllim të vëzhgimit nga 52 vëzhgues, 49 vëzhgues janë burra, që i shprehur në përqindje i bjen 94.23%. Pra edhe për këtë organizatë, për këto arsye, zyra ka rekomanduar që të mos akreditohet. Qendra rinore shtime, statutin e fundit, cilën e ka në departamentin e OJQ-ve, mban datën 29 maj 2025, dhe me rastin e aplikimit kjo organizatë merret me monitorimin e proceseve zgjedhore nga të rinjt. Para kësaj date, do të thotë në statutin paraprak, kjo organizatë nuk ka pas qëllim ose nuk ka fushëveprimtari drejtat e njerëzit dhe proceset zgjedhore. Aq më shumë nëse e marrim e krahasojmë ampazën e dhënave të kësaj organizate, i bie që mbi 40% e vëzhguesve nga lista vëzhguese nuk i takojnë moshës rinore. Do të thotë i takojnë moshës përkatësisht 26 deri në 57 vjeç. Kjo do të thonë janë statistika për politikat rinore që globalisht rinia përkufizohet ose i takon moshës 15 deri në 24 vjeç, ndërsa sipas ligjit numër 8 fraksional 264 për rini, në mosha rinore në Kosovë konsiderohet mosha 15 deri në 29 vjeç. Nëse krahasojnë në bazen e ligjit, atëherë i bie që kjo organizatë mbi 25% vëzhguesve i ka të moshës mbi 29 vjeç. Pra edhe kjo është arsyeja pse kena rekomanduar që kjo organizatë mos akreditohet. Organizata Udruženje Građana Ristart, sipas departamentit të OJQ-s, statutin e fundit e ka
të datës 16 janar 2018, ndërsa neve në zyrën me rastin e aplikimit na ka sjellë statutin e datës 20 janar 2025, për çka na kemi edhe dyshime për falsifikim të këtij statutit. Do të thotë është statuti sipas udhëzimit administrativ në 30 ditë çdo organizatë qeveritare obligohet që ndryshimet statutare, qëllimet dhe vështeprimin me raportu pranë departamentit të EQ-s, këtë nuk e ka bërë. Nëse statuti i saj është i datës 21 janar 2025, në 30 ditë është dashur me larmëri departamentin e EQ-s për të ndryshimet. Pra edhe kjo është baza pse na e rekomandojmë refuzimin e akreditimit. Për fund është fuqia e zërit, e cila përmban numrin më të madh të vëzhguesve. Kjo organizatë qeveritare është regjistruar në departamentin e EQ-s me datën 23 shtator 2025, që i bjen që regjistrimin e ka përfundu në periudhën e aplikimit, përkatësisht 5 ditë para se të përfundoj aplikimi për akreditim të vëzhguesve të OJQ-ve. Edhe duke u nisur nga fakti që kjo organizatë është regjistruar me 23 shtator 2025 e përfshin në fushëveprim të drejtat e njerëzit, andaj edhe për zyrën ka qenë e pamjaftueshme të dëshmohet se organizata është marrë me aktivitetet që kanë të bëjnë me drejtat e njerëzit, siç përcaktohet në paragrafin 9 të 54 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Gjithashtu kjo organizatë mbi 8% të vëzhguesve i ka vëzhgues të cilët kanë qenë vëzhgues të subjekteve tjera politike të certifikuara në zgjedhjen e nënshkurtit, dhe gjithashtu kjo organizatë ka edhe persona të cilët kanë qenë trupa menaxhuese zgjedhore, si këshillat e vendvotimit në zgjedhjet për Kuvendin e Republikës së datës nënshkurt 2025. Andaj edhe kjo është arsyeja për këtë organizatë që të mos akreditohet nga KQZ-ja, pra në total për këto 7 organizata zyra i rekomandon që të mos akreditohen. Ndërsa për 3 organizata tjera që dyshojmë që ka falsifikim të statutit, zyra do ta njoftoj edhe prokurorinë e Kosovës që më marr me këtë rast, sepse ne shohim që këto 3 organizata do të thotë statuti të njëjtës datë, po kur vim të neni 3 qëllimi dhe fushëveprimi, për çka mirën këto organizata ajo faqe është ndrru. Edhe kjo është arsyeja që jemi marrën, gjithashtu njoftojna që kemi dërguar një email prapë në departamentin e OJQ-ve, ku kemi kërkuar edhe për 4 organizata tjera që tashmë janë akredituar nga KQZ-ja, po që ja vlen ta bëjmë edhe një verifikim edhe për këto. Edhe të shohim pastaj rezultatet, nëse ka diçka konkrete, sikurse sot ne do të njoftojmë dhe të ta procedojmë për KQZ. Faleminderit shumë. Ne mbledhjen e kaluar kemi shpreh dyshimet tona, po natyrisht nuk kemi hulumtuar gjithçka. Janë çështjet që përmendet, ju i përmendet, edhe kolegu i përmendi, unë edhe një çështje tjetër që është jo shumë e rëndësishme, jo vendimtare, po e përmendim. Me sa di unë vëzhgues e kanë spaku një ditë pune, edhe për atë ditë pune me gjas, nuk e dia janë gjithë vëzhgues të vullnetar, apo paguhen. Mendoj se kjo është pak e rregulluar, nuk është shumë e rregulluar, po ndoshta pak është e rregulluar që ata duhet paguhen, edhe është një shumë simbolike, sado simbolike që tjerë. Unë mendoj se është mirë të shihet edhe prejardhja e mjeteve. Tash jo të gjitha e kanë numrin e njëjtë, po kur e llogarit 259 vëzhgues, nëse ka një farë pagese simbolike, sa do qoftë ajo, më rrin një shumë e caktuar. Nëse i paguajnë, prej dika duhet vinë ato mjete. Edhe mirë është, domethënë, ato janë mjete publike. Nëse krejt mjetet financiare janë publike, se unë i kam dëgjuar, na si jemi institucion publik, prandaj mjetet. Nëse secili njeri e shfrytëzon paron e shtypur të shtetit, ka të bëjë me publikun. Për shembull, ty s'të marrën parasysh sepse janë private. Po paraja është mjeti universal publik që e shfrytëzojnë gjithë pa asnjë dallim. Edhe ajo çarkullon. Unë nuk po hin mjeshtrinë e shpërlarjes parave, por nëse ajo çarkullon ose futet në çarkullim, në
forma që nuk janë përcaktuara me ligj, ajo i bjen shpërlarje e parave. Çajo quhet shpërlarja e parave. Tash unë nuk po them ai ka nxjerr këtu apo edhe mjetet që hyjnë, këto janë institucione, do të thotë organizata jo qeveritare, po këto shfrytëzojnë mjete. Edhe ato mjete duhet me i ditë burimet prej nga vinë. Shumë në rregull është. Ka donacione tuja, të brendshme, ku e di unë pas, ajo s'është me rëndësi hiç për mua. Po, ato burime duhet shifen prej nga janë edhe si janë ato burime. Unë mendoj se një aspekt që duhet, ndoshta tash unë s'po du me angazhu zyrën në këtë pikë të zgjedhjeve se keni mjaft punë tjera, po një aspekt i hetimit ose hulumtimit, mos ta quaj hetim, mos t'ja marr prokurorisë punën që se bën, po të hulumtimit domethënë është edhe aspekti financiar. Edhe unë mendoj se ja vlen që të shihet kjo çështje. Faleminderit zoti Kyçës. Është pak shqetësues kjo, se ne kemi fillu tani në zbatim të ligjit të ri, krijimin, themelimin e QKN-ve, qendrave komunale të numërimit, dhe bazuar në funksionet që i ka kjo qendër, dhe natyrisht edhe ka zgjatin sa merr procesi i numërimit, që në fillim është konstatuar bile edhe te hartues të ligjit që ambientet që duhet jenë të përcaktuara për si QKN janë sallat sportive. Në disa prej komunave, të cilat edhe kolegu i përmendi, pra Skënderaj e Drenasi, aktualisht i kanë qendrat e reja, sallat e reja, po të cilat ende nuk janë funksionale, dhe për të cilat unë kisha kërkuar publikisht tani që edhe pse jemi në një proces tash dhe zgjedhor, po që në proceset e ardhshme zgjedhore ato sa më parë të rikonstruohen, të rregullohen dhe të jenë në dispozicion për këtë proces, sepse janë të rëndësishme, sepse hapësirat aktuale, që shu përmend gjithashtu, janë sallat e shkollave dhe vërtet është e vështirë me organizu një proces të numërimit në QKN brenda sallave të shkollave, sallat sportive të shkollave. Derisa rasti i Lipjanit është i ngjashëm si këto tjerat, po për dallim prej këtyre dyave, në Lipjan tashmë salla e re është rekonstruar, po është rregulluar salla dhe është në dispozicion, por që nuk na është dhënë leje që ta shfrytëzojmë ende. Unë nuk besoj që kemi nevojë për të kërkuar leje prej komunave, derisa ligji i obligon secilën komunë që t'i ofroj palestrat sportive për këtë qëllim. Dhe ne dim që në sozat të saj i kemi marrë në shfrytëzim edhe qendrat palestrat sportive të komunave, siç është komuna Prishtinës, apo komuna Pejës që kujtohet, dhe komuna tjera ku kanë pas aktivitete të brendshme të rregullta sportive dhe natyrisht që janë detyruar të ndërprejnë për periudhat të cilat ne i kemi kërkuar. Andaj në këtë kuptim mendoj që duhet të bëhet qartë komunave që kur flitet për organizimin e zgjedhjeve, për organizimin e punës së qendrave të komunale të numërimit, nuk janë thjesht disa hapësira çfarë do, po janë palestrat sportive në ato komuna ku ato janë të ndërtuara dhe funksionale. Kurse kur ato nuk janë jo funksionale për një arsye sa do teknike, komunat janë të obliguara që të ndërmarrin veprimet. Këtë është natyrisht e tëra, është bazuar në ligj dhe në memorandumet që ne kemi nënshkruar me pothuajse të gjithë kryetarët e komunave në këtë drejtim. Andaj është mirë që si institucion publikisht të kërkojmë që edhe për proceset e ardhshme zgjedhore, po edhe për këtë proces, këtë rast komuna Lipjanit, që t'i vënë në dispozicion, sepse e dini shumë mirë që është edhe me jo vetëm në aspektin ligjor, po është edhe vepër penale nëse e shohim pak më hollë këtë çështje më në detaje, mos dhënia në shfrytëzim e hapësirave publike në këtë rast sallave, palestrave sportive, nga kushdo qoftë mund me përmbajt elementet veprës penale.
Nëse jo, më ka që përmbyllim takimin, shihemi takimin e radhës.